Dua Lipa konfirmon fejesën me aktorin Callum Turner. Dua Lipa ka konfirmuar fejesën e saj me aktorin anglez Callum Turner muaj pasi filluan spekulimet. Ajo foli hapur për fejesën në një artikull për numrin e korrikut të British Vogue botuar të njëjtën duke quajtur atë shumë emocionuese. 29 vjeçare tha se ishte fiksuar pas unazës që Turner i kishte bërë. Jam shumë si unë, është mirë të di se personi me të cilin do kalosh pjesën tjetër të jetës të njeh shumë mirë, i tha ajo revistës. Tifozët kishin teorizuar se unaza që Lipa filloi të mbante në foto në fund të dhjetorit sinjalizonte një fejesë, po dyshe nuk e konfirmoi publikisht themin për muaj të tërë dhe pasi u shfaqën së bashku në Met Gala muajin e kaluar. Lipa thotë se ata nuk kanë vendosur ende për dasmë, por ajo është ende në turne dhe Turner po xhiron, kështu që ne thjesht po shijojmë këtë periudhë, tha ajo për British Vogue, duke shtuar se ata përpiqen mos kalojnë më shumë se 2 javë gjysmë larg njëri tjetrit. Urime pra, dua.